Po t'jetë kështu që do funksionoje kështu montimi, unë s'kam tërmen me zjatë e curin kështu këtu. Alba, me ma deformu gjithë informacionin. Alba, nëse do me dëgju, dëgja. Asgjë. Do ju dëgjoj juve shumë mirë, edhe ju do më dëgjoni mua shumë mirë. Ne do të dëgjoj ty, patjetër që i kemi gjitha. Tani shumë mirë, Alba, ti nuk e ke, Alba, pusho, nuk e ke fjallën, nuk tërë mundësia. E ke po, qa ke po, tash po reagon. Aman, ajo qa ke po, ti nuk justifikohet. Nëse do me dëgju dhe me diskutu për ndryshe më thuri për sërit. Shiko, tani, Alba mendon që ato montajet janë bërë si ta nxjerrin atë keq. Zakonisht është e vërteta funksionon dhe kjo pjesë, nëse do të nxjerrin dikë keq, i bëjnë montajet si ata duan. Por, për shembull, vetë që e kam ndjekur unë vetë, personalisht vetë, të gjitha ato gjërat që u dhanë, biles madje është dhënë shumë e zgjeruar, nuk është dhënë në pjesë të shkurtra, është dhënë shumë e zgjeruar. Pjesa dhe organizimi që bëri ajo me Benitën kundrejt Elionës. Atëherë, Benita, siç e thash, është një viktimë e Albës, sepse Alba ka një lloj strategjie, ka qef që të përdori të tjerët për lojën e saj dhe kjo është tamam për lojtar. Pjesa tjetër. Alba mund të ketë 100 gabime, patjetër mbremet e pro jashtëzakonisht, nuk e di, më duk sikur shfazoi, sikur shkalloi. Dhe ajo që më bëri përshtypje mua ishte mos moderimi i sakt ose i fort, serioz, le të themi, nga ana e Aladinit, sepse Aladini përfshihet shumë, u përfshi zakonisht, gati e kaloi pothuajse personale, jo një mendim radikal ose një mendim të përgjithshëm apo një zotësim, një moderim të përgjithshëm të situatës kundrejt Albës. Okej, zhurmën e bëri patjetër, e bëri të gjithë në Alba, por ajo që mua merdi keq brëm, merdi për irritimin e Aladinit ose acarimin e Aladinit, gjë që nuk duhet tjetë. Supozojmë nëse do të kishte ndodhur tek një Big Brother, nëse do të kishte gjën Arbana apo Ledioni, jam shumë i sigurt që Ledioni me 2 fjalë do të thoshte Alba, ja kur dera Vodafonit, presim studio zemër, nëse do të rish rri, nëse jo, eja, nëse duket një gjë e pa qartë ose pa drejt, hajde jashtë të presim këtu në studio. Kjo, pik. Njëjtën gjë dhe Arbanën, duke njohur që e kemi ndjekur në vitet me Big Brother, jo VIP dhe atë VIP, shumë sakt, për shembull mund t'i thoshte vajzë dashur e do ndërfimi dhe pik ose ule mikrofonin. Kaq, se sa të merrte një kohë ku të na përdhunonte veshët neve, mua, gjithë publikut gjithë që dëgjuam atë natë, e dëgjuam brëm gjatë Prime-it me gjithë skandalet e saja. Kështu që ka pak mungesë profesionalizmi, le të themi, me gjithë respektin për Aladinin dhe Jonitën, ka pak mungesë respekti sepse në këto raste duhet të jenë më të shkurtër, t'i lënë zgjedhjet në tavolinë. O kështu, pik mbaroj, moderimin e bëj unë, prezantimin e bëj unë, drejtimin e kësaj e bëj unë e kam këtë format ta drejtoj dhe kaq nuk e ti. Sepse këtë gjë, Alba e bënte dhe ati ku ishte me mua, biles madje kërkonte në mbaj mend një televotim, ku ishte me Silvan në kokë, tha, a mund të ta kthejmë edhe një herë këtë televotimin? Kot. Më pëlqeu pjesa e Oltës që tha që kur të dalësh ka vend regjia të punosh në regji, më pëlqeu jashtëzakonisht shumë, është përvlerësuar shumë fare durimi i Elionës që pa fol fare Eliona e arriti të krijonte gjithë atë zhurmë me 2 protagonistet që ishte Alba dhe Benita. Në këto lloj pike, për shembull, pikët më të mira, të mundshme që mund t'i marrë një person është vetëm Eliona. Me qetësinë e saj, me logjikën e saj, duke mbajtur në kontroll gjithë situatën e gjithë ato gjërat që i bën ato vajzat të dyja gjatë javës. Për këtë gjë, Eliona për momentin e mban kurorën, le të themi. Ndërsa për këto dyja, Benita vëlqeu që kërkoi falje dhe kuptoi gabimin e saj, ndërsa për Albën nuk e di, ka akoma nevojë ndoshta për një trajnim psikologjik në një farë mënyre, se nuk jam kompetent ta them, por duke parë Aladinin që bënte thirrjet psikologes dhe besoj se s'ka dalë sot dhe patjetër duhet të jetë në trajnim psikologjik sipas informacioneve dhe lajmërimit që kanë bërë ata mbrëm, që thanë që është mirë, është me psikologën. Por ai lloj reagimi, shiko, ngritja e zërit është mungesë argumenti dhe pikë. Ai mirëpafshi fola 5 minuta kot.